Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Plumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, kryetari i ri i SPAK që fillon punë në datën 20 dhjetor, Klodian Braho, a do të zbatoj ligjin për të arrestuar peshqit e mëdhenj ashtu siç thoshte edhe ambasadori Luj? Cili është mendimi juaj që thoni arrestime dhe nuk po shohim asgjë? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, sot është ditë e hënë, një ditë për ju që mezi e prisni, dëgjoni nëpër televizoret, lloj nga ish gazetarët e Enverit, ish gazetarët e Ramisalis, agentët e Ministrisë të Brendshme, po zjen televizorët. Gazetarja më pyet një pyetje dhe ka të drejtë që bën atë pyetje për kryetare e SPAK-ut të ri. Gazetarja e ka fjalën që çfarë mund të bëj ky kryetari i ri. Të dashur shqiptar, unë kam thënë që më para dhe përsëri po e përsërit për juve. SPAK-u varet direkt nga Amerika. Byroja kombëtare varet nga Amerika. Të gjitha gjyqjet që do bëhen, apo dosje të them më mirë, është tamam si rregulli i Amerikës. Çdo gjë është në ndjekje para se të arrestohet, o para se të quhet fajtor, dosje e tyre ka përfunduar çdo gjë. Kushdo që të zgjidhje, pavarësisht se ky ishte mimiri dhe ka kohë që fliqe për këtë, tregoni dhe numrin e zyrës, po ashtu e tregoj dhe vetë që ai nuk kam besim edhe në disa të SPAK-ut, unë nuk kam thënë, e një 4 të SPAK-ut do arrestohen, për vilat e tyre ish kryetari ai i pari, që ka qenë dhe dashamirës i sigurimit, kanë bërë vila, kanë bërë hotele, pra ai e tregovi shumë mirë zotnia Braja, e tregovi mirë kur e nxori gotën nga çanta dhe tha që e në SPAK ka njerëz që nuk na i duan të mirë. Pra gazetare, arrestat duhet i bëj ky kryetari që është sot deri në datën 20, ky do përfundoj ata kokat kryesore, kurse kryetari i ri, siç e kam thënë gjithmonë, ai do ver fshesën dhe nuk do ketë kyça, po do ketë vetëm militare që do jenë me qindra edhe më mirë ta them me mira që do arrestohen që kanë bërë këtij popullu për 35 vjet, këta shqipfolësit, këta spionët, e treguan edhe veten, do flas më vonë, e treguan edhe veten se kush është gjykata kushtetuese, do t'i tregojnë fytyrat dhe do arrijë koha që mund t'i themi dhe çfarë pasuri kanë. Profesor, kryeministri Edi Rama doli në podcastin e tij duke folur. I acaruar duke thënë që disa të rinj vinë me patllake në dorë në kryeministri. Se zoti Rama ka dalë nga vetja duke ofenduar Byron Kombëtar dhe SPAK. Ç'mund na thoni? Të dashur shqiptar, nuk është vetëm Edi Rama që ka dalë nga vetja, por kanë dalë që të gjithë këta që kanë bërë korrupsion në Shqipëri, po më mirë them këta hajdutët, këta vrasës për 35 vjet, këta që e bën ligjin 7501, u lind në Serbi dhe u provua 100% u bë nga këta shqipfolësi. Edi Rama, ai s'ka karakter, s'ka turp, ai është një cop ignoranti, foli që flet çdo ditë nga zyre e tij, duke bërtitur e duke thritur, me ato gufjet që kishte vënë në vesh, dhe tha që më kanë erdhur kryeministri, tekstisht më ka ardhur kryeministri me patllake. Të dashur shqiptar, ajo nuk është kryeministria e Edi Ramës. Ajo është kryeministria e vrasësve. Ai ka dalë jo nga vetja, sepse, siç e kam thënë, ai është dënuar 7 vjet në Amerikë. Të gjitha do vënë t'i japin llogari në burgun e Amerikës. Këta kryesorë. Pra, Edi Rama i ka ditë të shkurtra dhe ai jo që po hedh vrerë për SPAK-un,
për byron kombëtare, sa i quan të byros kombëtare, që ata janë jurista dhe ekonomista, janë njerëz të përshtatshëm për atë punë, janë njerëz që janë besnik të ligjit, jo të kushtetutës të këtyre zotënie që ishini në foto më fund do vizitojmë. Pra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, erdhi koha e përfundimit të këtyre, erdhi koha që këta u kanë vrarë, u kanë vjedhur, u kanë shkatruar familjet nga themeli, i kanë vështjell rreth tyre njerëz me ignorant. Po si mund të thot një kryeministër, me logjik të jetë një kryeministër, në këtë shekull, që vinë me armë, me patllake, po si mos vinë, ajo kryeministria është bërë depo e parave të erove dhe të dollarëve. Aty, sidomos, si që a thash më përpara, drejtori policisë të 6 rajoneve, a i mblidhte parat dhe a shpinte Edi Ramës, por në atë kryeministri. Pra, a i ka fat që këto ditë s'është arrestuar, a i do arrestohet shumë shpejt dhe do përfundojnë të gjithë në burg dashur shqiptar. Në kryeministri nuk ka gjë tjetër vetëm njerëz të çmendur, njerëz hajdutë, njerëz që nuk bëjnë atë kryeministri, bëjnë atë që se ka bërë asnjë shqiptar deri më sot. Pra, u erdhi fundi nga vjedhjet, nga vrasjet, nga torturat që i bëjnë pensionistave, nga torturat që i lënë policat si slevë dhe bosat e tyre i nëmrojnë parat me metrokub. Profesor, ju keni për të folur shumë për kushtetutën. Atëherë unë po largohem se nuk kam pyetje të tjera. Unë të falenderoj për pyetjet që më bëre. Faleminderit. Të dashur bashkëdhetar shqiptar. A i shihni këto fotot? A i shihni këto të 5 fotot që janë bërë kakarosur si aty këta hajdutër. Këta gjoja janë të kushtetutës të ligjit. A i shihni Gent Ibrahimi të pari. A i duhet të vetë pa tjetër në doktori i çmendorisë. Shikojeni fizikisht, shikojeni fytyrën, syt nga majmi që është bërë. Shikojeni të dytën, Sanila Bejtaj. Të tretin, Sander Betsi. Dhe të katërën, Mariana Semini. Dhe e pesta, Fiona Papa Jorgji. Të dashur shqiptar. Këto fytyra. Dhe unë po i them spakut të më dëgjoj me kujdes. Byros kombëtare që nesër të filloj verifikimin e të pestëve, pasurit e tyre, diplomat e tyre, ku i kanë mbaruar shkollat, çfarë kanë bërë në jetën e tyre për 35 vjet. Cila ishte arsye që duan pro Edi Ramës, që e rrëzuan gjyktarin, gjyktari i hoqi pasaportën, do me thënë zvenc kryeministres, nuk e lejovi që të vinte në kryeministri për të prishur provat, pra të 5 këta do mbajnë përgjegjësi penale, do mbajnë përgjegjësi personale. Unë a thash sa ditë më parë, ne kemi dosjet e këtyre, që kur kanë lindur dhe deri më sot. Me kë kanë punuar me Gjoç Sorrën, si Gjoç Sorra ka punuar me këtë të parin Gent Ibrahimin. Çfarë ka bërë me të? Do verifikohet çfarë lëvizje kanë bërë para 12-ës. Mos janë paguar miliona dollar këta?
Sepse para kryeministria dashur shqiptar ka jo miliona, po biliona, që u kanë vjedhur ju për 35 vjet. Shikoni e njëherë fytyra dashur shqiptar. Balluku duhet të ishte arrestuar para 6 ditëve. Këta janë ata që e ndaluan. Gjoja deri në janar datën 20. Do me thënë 40 ditë. Por, Spaku dhe Byroja Kombëtare urgjent së bashku me gjyqtarin si arritën këta thyen ligjin e gjyqtarit që askush në botë nuk mundet të thyen një ligj kur një gjyqtar vepron për një të pandehur. Ai tamam veprovi, i hoqi pasaportën dhe nuk e lejovi që të vinte në kryeministri për të prishur shumë gjëra. Po duhet ta dini ju të pestë. Jo të vejo në punë përsëri, po as ka ku vete më. Dosje saj, e dosje ministrave, e dosje tuaj, është dosja me e zezë në faqen e Shqipërisë. Të gjithë shqiptarët po shohin ju sa të bukurini, fytyrët tuaja të pastra, që keni ngrënë gjakun e shqiptarëve. Që shqiptarët 97% të shqiptarëve kanë punuar në bujqësi, në për kooperativa, në për ferma, kanë punuar pa bukë. Të shumtit herë me bukë thatë. Punonin për kooperativa natë e ditë dhe sot kanë një pension $80. Kurse ju, mirni miliona për korrupsion dhe dilni pa pikë turpi, hithi poshtë ligjin e gjykatës. Kjo është qëllimisht dashur shqiptar. Këto fytyra do t'i mbani mend, do t'i shihni shumë shpejt para gjykit popullor. Për dëmin që i kanë bërë, për dosjet e errta që kanë këta, që arrin me yzmeqar, arrin me makina moderne, vjen han dreka e darka në të gjithë vendet, sidomos ky Genti Ibrahimi, që dosja ti është dosje e zezë. A i mendon se sorrot e sorrovacët do të mbajnë. Jo, mor Ibrahim. Ti dukesh nga fizionomia. Shikojeni me kujdes dashur shqiptar. Shikojeni me kujdes. Tamam duhet një doktor i çmendur që ta rregulloj këtë njeri. Ai duhet urgjent të vej në spitalin për arsye nga poshërsitë që ka bërë, nga punën që ka patur këto vite dhe nga parat që ka marrë. Nga një gjukat në një gjukat. A i ka qenë dhe në gjukatën e Kelepes më përpara. Pra të dashur shqiptar. Këta 5 e nxin faqen e Shqipërisë. E ul autoritetin e gjyktarit. Që gjyktari kur jep një vendim, nuk e thyen dot me njëri. Këta mendojnë se kanë punuar me korrupsion. Po këta të dashur shqiptar e mbajtë dhe ministren e jashtme që ka vjedhur gjithë Bregdetin. Nuk e lejuan të hiqte për arrestim apo për të gjykuar. Pa do gjykohet shumë shpejt. Pra, mund të shohim dhe fytyrat që ishin në favor të gjyktarit. 3 persona. A i shini këta zotni të 3. Bravo i qafë. Vërtet e njini ligjin, vërtet e doni komin shqiptar, vërtet jeni besnik të ligjit, sepse dualtë tamam nuk e thyet ligjin e gjyktarit, se edhe ju keni gjyktar një nga një. Ilir Toska do mbahesh mend një histori që ti
nuk u bashkove me korrupsionin, nuk pranove parat e korrupsionit, po tamam shëgove ligjin dhe nuk dën ligjin e gjyktarit që hoqi pasaportën dhe nuk e lejove që të vinte në punë. Bravo të qoftë Ilir Toska, vërtet je një patriot. E nderuara zonja Gjafer Lari, bravo të qoftë. Bravo që the realitetin dhe ke respekt që ke flamurin brapa, flamurin e Skënderbeut, flamurin e tokës të Shqiponjave. Po ashtu, Hasim Vokshi, bravo. The të vërtetën, dhe do kini nder dhe do mbajnë mend nga shqiptari. Shikoni dashur shqiptar. Shikoni cilit janë këta. Mund ta nxjerrësh fotografin të gjithëve së bashku. A i shini foton dashur shqiptar, i kemi vënë lart me derë. Njerëz që shëguan ligjin dhe nuk u bën së bashku me të korruptuarit. A i shini dashur shqiptar se shumë në për televizore disa juristë të mrekullueshëm thonë realitetin dhe disa i ndihmojnë këta që janë të pest që i bën një dëm kombit për këto ditë. Pa këta do arrestojnë. A i shikoni që ndryshimi kanë këta nga këta zotrin. Këta kanë bërë dallaveret kaq kohë. Këta ishin që kur kryetari i bashkisë të njëjtit, këta ishin që kryetari i bashkisë që është në burg, që hodhi kryeministrin në gjyq së bashku me presidentin Barjamin. Këta i thanë, po, ke të drejtë, dhe këta e rrëzuan kryeministrin dhe presidentin e Shqipërisë. Kurse këta përsëri ishin në favor. Po mirë, ajo do arrestohet se s'bën balluku. Po ju kur dilni në gjyq dhe të thoni një nga një që sini të aftë, Genti Ibrahimi nuk je aftë as për gjyq, dhe ti nuk je aftë e një tuf dhenë të kesh, ti tufën e dhenëve nuk kthehen dot më shtëpi. Aq aftësi ke. Ke aftësi ku i ke bërë parat. Do japësh llogari para shqiptarëve edhe kostumin që ke veshur ku i ke gjetur parat. Nga i ke të ardhur. Nga deri dije ti s'kishe çorape të vishnje. Pra të dashur shqiptar, për 35 vjet, që i kanë vjedhur shqiptarët, i kanë coptuar shqiptarët, kanë bërë si të duan, hidhu nga një gjyq në një gjyq tjetër. Këta gjoja mbrojnë kushtetutën. Këta e shkatëruan kushtetutën. Këta e prishin nga themelit, sepse këta hodh poshtë gjyktarin është Erion Qela, që i hoqi pasaportën, plus, mbas heqjes së pasaportën, tha nuk ka drejt vite në kryeministri. Kurse këta e hodh poshtë gjyktarin, kurse këta zotnit të tre, si që thash, e lanë emrin e gjyktarit, nuk e ul poshtë. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë gjithmonë. Unë ka kohë që dalë para jush, që dalë para kombit tim. Dhe ka disa javë që u flasë si kryeministër i qeverisë teknike. Pavarësisht se të dy partit marrën kopjo nga ne. Dhe thonë do bëjmë demonstrat më datën 22 dhjetor. Të dashur shqiptar, këta kam përfunduar një herë e mirë. Këta, si që kam kërkuar ju, dhe përsëri i drejtojmë popullit shqiptar kudo që ndodhet në botë.
A jeni dakord të dashur shqiptar? Sot është shekulli 21 dhe e ka në dorë vetë populli i shteti. E kam fjalën për shtetin e Shqipërisë, për këtë vend që është robëruar, për këtë vend që është vjedhur për 35 vjet, për këtë vend që është udhëhequr nga më ignorant që ka patur historia e Shqipërisë, nga më ignorant që janë mbledhur e janë bërë deputet, të marrë nga rruga, deputet, të marrë nga rrugët e Greqisë, ministra. A i shikoni kush është ministri i ushtrisë, një grekofon. A i shini dashur shqiptar se ka pranuar NATO-a njëherë të bistojnë me të. A i shini kush janë ministrat dashur shqiptar. Po si del kryeministri i Shqipërisë, që e ka me ditë, del dhe thot, jo thot, gjykata e kushtetute, do me thënë këta 5 veta, të më mbrojnë mua, të më mbrojnë ministrat, punë e madhe se vjedhën. Por mirë mori ju të kushtetutës, që ne agent Ibrahimi, Emerald, që keni dalë me 2 duar për para, po gjykata nuk i tha që mos vjen kryeministri se ka munguar disa ditë, ka qenë sëmur. Po gjykata i hoqi pasaportën, sepse ka vjedhur miliona, po unë po e them biliona dollar. Kanë vjedhur në atë kryeministri, në atë janë bërë vjedhjet, në atë janë pastruar parat. Aty në atë kryeministri vinin i qoni shefat e policisë parat dhe Edi Rama. Po mirë, çfarë do t'i thoni popullit shqiptar kur t'u dali dosja shumë shpejt, kush jeni ju, çfarë keni bërë në këtë periudhë, si i keni vjedhur shqiptarët, si i keni mbrojtur ata që u kanë zgjedhur ju, ku i keni bërë shkollën, a keni vërtet diploma originale o diploma të plepave? Sa para keni parë rrogën, ku i keni gjetë parat për vesh mbathje, ku i keni gjetë parat për lukse, për ato çantat që i mbani nga $10,000, ku i gjetët parat? Pra të dashur shqiptar, erdhi fundi i këtyre, po u them edhe njëherë. Spaku është 100% nga Amerika. A i pat dashur shqiptar, kur u zgjodh kryetari i Spakut, ishin gjithë ambasadorët kryesor, sidomos Gjermani, që është gjaku jon në Austria. Amerika, Nancy që ishte aty, që disa e quajnë një punëtore, jo, ajo është ambasadore. Ajo përfaqëson shtetin e Amerikës. Fjalë e saj është vula. Dual të 3 që ishën të 4 që desh bëshin kryetar, por i dhanë si Qequa me një kem 7 vota zotnit që u zgjothi i ri. Dhe ai e tregoi vetë se kush ishte. Ai e tregoi vetë se tha, në Spak ka njerëz që janë të pabesueshëm. Filin që e ka thënë edhe përpara. Dashur shqiptar, bajemi një mend. Këtu në tokën e Shqiponjave për 35 vjet që kanë vjedhur, çfarë s'kanë bërë me ambasadat e tuaja, këtu do burgosen. Në Amerikë po të vjedhësh $100, kushtetuta e Amerikës është drejt burgut, të lidh me zinxhira dhe të hedh qersat dhe shkon në burg, as i bëhet vonë se ti je senator, kongresmen o president. Ne do t'i dënojmë edhe ambasadorët të Amerikës që ishin këtu, do gjendet e vërteta ku i gjetën parat, se përse vinë tani përsëri në tokën e Shqipërisë, ngrihen ata që ishin 4, që unë i quaj të 4
kinez e korean. As më intereson fare të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pilinqi është republikan që me 76. Jam republikan dhe jam member republikan, vërtet republikan. Jam i bindur sepse gjyshët e stërgjyshët e mi kanë qenë 300 vjetë për para. Gjyshit tim edhe stërgjyshit tim kanë mbaruar shkollën në Amerikë. Pra të dashur shqiptar, unë nuk bi thirrje gjithmonë ju. U erdhi koha e juaj. U erdhi koha e shqiptarëve që kanë punuar si slevër për kooperativat dhe për fermët. Që kanë punuar natë e ditë 75% me bukë thatë, zbathur në për myzeqe, byzeqarë të dashur, lushnjarë, fjerak, që jini në përfshatra tuaj që keni punuar natë e ditë. Mos kini frikë që erdhi, Amerika është me ju. Ju do t'i kini shtëpit tuaja, do kini certifikatat originale. Ju keni këthar kënetat, që është bërë ferma e Savrës, ishte kënet, e Gjazës, ishte kënet, fshatrat ishen kënet. Unë mbaj mend që kur kam qenë i vogël, në Gjazë erdhi lumi dhe ne kemi hypur maj qative. Për kaq ditë. Dhe sot nuk u japën certifikata që kanë punuar myzeqarët 3 jetën si slevër dhe marrën $80, kurse këto fytyra që shini këtu marrën me mira i matën parat me metro kub, po jo me dorë. Këta fytyra që nuk u japën shqiptarëve edhe sot certifikatat e shtëpive që kanë gjysh, stërgjyshi. Po i quajnë tamam sikur kanë erdhur nga Serbia, sikur kanë erdhur nga Afrika, sikur kanë erdhur nga shtetet e tjera, nuk u japën certifikatat. Sot të dashur shqiptar pata në zyrën time 2 vëllezër. Kishin paguar $14,000 për t'i dhënë certifikatën e shtëpive të tyre që kanë gjysh e stërgjyshi. I kemi me emër, i kanë marrë një deputet dhe ai do të gjejë vendin e burgut. Ka arritur atje dashur shqiptar sa nuk u japën certifikata. Unë e thash dhe po e them, po flas si kryeministër i qeverisë teknike. Dash të vi mirë, dash të vi hidhur. Ata që dalën në për televizore, ata bashk spionët që kanë qenë dashamirësit të Ministrisë së Brendshme, që i kanë qenë dhe i kanë emëruar 35 vjeç si gazetarë dhe si analistë. Dalën për televizore dhe thonë jemi patronat e televizoreve që deri dijes kishen as çorape të vishnin, po i prisin me atlete. Sot janë me uzbeqarë. Sot ata kanë vila dhe hotele, kurse shqiptarët që kanë punuar si slevën 97% për fermat e kooperativat, sot janë pa pension. Janë pa ilaçe, janë pa dritat dashur shqiptarë, janë pa ujë, s'ka bërvaki. Në asnjë shtet të botës që të mos të leri, të shposh, të bësh një pus për të pirë ujë, për të vaditur një perime, po jo, t'japën gjobë. Fëmijët e tyre janë jashtë atë dheu. Akoma qatit e shtëpive u pikojnë, nuk i rregullojnë dot. Kur vinë nga Evropa, nga gjithë shtetet e Evropës, o nga Amerika, para se të vinë në aeroportin e rinasit, e din. Dhe i thonë, të karë djali o vajza, mi jep kaq parat të le, të u disë shtëpin ku të pikon. Ja marrë përsëri, ik fëmia e ti,
prap në kurbet, duke punuar, akoma nuk i ka rregulluar shtëpit. A i doni dashur shqiptar u erdhi koha. Unë për këtë jam, për ju, nuk jam për veten time, po kam erdhur për ju të sakrifikoj. Kam erdhur për ju që ta bish Shqipërinë me kufi natyrore, sepse e kemi në dorë. Ne kemi 2 miq dashur bashkëdhetar shqiptar në Evropë, që janë gjaku jonë. Është Gjermania, është dhe Austria. Nëse ju të rinj nuk e mbani mend, po t'ua tregojmë prindrit tuaj, gjyshrit tuaj, se princ viti kur erdhi në Shqipëri, erdhi për ta mbrojtur Shqipërinë, jo për ta zoptuar. Është gjaku jon. Dhe baba jon në botë, që është mi pasur, mi armatosur, që quhet USA, Amerika. Amerika është me ju, dashur shqiptar. Çdo qeveri në Amerikë, presidenta, vinë, ikin. Por, plani është bërë për Shqipërinë për të bërë me kufin natyror. Pik, ka mbaruar puna. Po shpresat i kemi ke ju dhe fëmijët tuaj. Nëse ju i doni akoma këto fytyra, që u shkatruan, që u lanë pa bukë, pa ujë, pa fëmijë, pa shkollë, a i shini të dashur bashkëdhetar shqiptar, se është kthyer Shqipëria në alfabet. S'ka qenë kur e në kohën e Gurit, nuk ka qenë. I kanë iqur profesorët, i kanë lënë pa rroga, kanë ikur fëmijët, nuk ka më fëmijë. Nuk lind me njeri në Shqipëri, se s'ka shtëpi, s'ka ku t'jetoj, sepse jeton 2 vëllezër, 3 vëllezër, jeton me babën, me një dhomë, me një kuzhinë, me një banjo. Kurse këto fytyra dashur shqiptar, jetojnë në vila, jetojnë në luks, pini një gotë verë, $5.000. A e mbani mend, a i zvenës kryeministri do të vi shumë shpet, Hametaj, e pinte verën $5.000. Pa hyrë ministër, kishe 2-3 milion kishte vjedhur. A i ka vjedhur dynjan. Baraman, i xori të gjitha pik më pik, si kishte vjedhur bashkë me Edi Ramën, bashkë me ministrat e tjerë, bashkë me ata deputet që janë në parlament, si ai Librazhit, e të tjerë që shumë shpejt dojnë në burg. Të dashur shqiptar, kushtetutën e kemi bërë, thirrje po u bëj për ditë, zgjohuni nga gjumi. Nëse ne do t'i limim këta të dashur bashkëdhetar, ju nuk do të kishit jetë me. Do përfundonit, jeni përfunduar në zeroa, po do t'u coptonin. Këto fytyra që po u len rrugëve të botës. Këto fytyra që i kanë përzën të rinj jashtë detit ton, jashtë oqeanit ton, larkë e më larkë. Që shqiptarët në mbërgim, ata e ndjejnë dhëmsorinë e tokës shqiptare. Kur je jashtë e ndjejnë akoma më shumë, sepse nuk je në tokën tënde, jeni i tokë të huaj. Evropa, të dashur bashkëdhetar shqiptar, është bërë lëmç. Të gjithë thonë, të 27 shtete që janë në Bruxelles, janë më ignorante që ka patur si parlamenti këtu. Shëgojnë e Greqia ke ka quar, ka marrë një cop me 2 sy dhe ka bërë deputet të Greqisë. Ashtu janë pra. Para tuaja dashur shqiptar, kohët e fundit, por transferohen, po vjen në Evropë, po ne din ku vjen. Do t'jenë tuaja. Shumë shqiptar shkruajnë që Pilinçi, po na gënjen, nuk do marrën dot vila dhe hotele. Pilinçi nuk di të gënjej.
Pilinqi ta thot drejt e për drejt në sy. Pilinqi di gjuhën e nënës të tij, gjuhën e shqiponjave, shqipen, pavarësisht se disa që bëjnë tallen, bëjnë në skeqe si një agron llaka, që del aty që ai s'di shqip e thot Pilinqi nuk la flet shqip, së bashku me një drogist të dy, së bashku. Ja këta janë të dashur shqiptar që u rjepën juve. Tallen me shqiptarët, tallen me para tuaja që s'kan punuar një ditë. Dhe pa pik turpi. Familja e Pilinqit është një nga familjet më intelektuala të Shqipërisë. Kam 50 vjet agron llaka në Amerikë e në Evropë. Dhe ti nuk e di shqipen time, ti di shqipen e grekut. Kush të paguan? Pse s'thua ato fjalë që them unë, po i nxjerr atje të shkurtuara. Fol, qartë thonë, pse nuk i le me të shkruaj njerëzit? Sepse si ty janë shpërndarë në për televizor, tallen me shqiptarët, tallen me gjuhën e Shqipërisë, tallen nuk u vjen mirë që do bëjë Shqipëria me kufi natyrore, tallen sepse nuk u vjen mirë që çdo njeri do shkojë në radioskopi, agron do vesh radioskopi, do kontrollohesh që ditën që ke vajtur në punë. Po e njëherë po them dy vëllezërve, largoheni sa më parë, që e keni këthyre televizorin. Jeni dy vëllezër që unë kam patur respekt për ju të dy. E keni dhe televizorin plus, Vision Plus. Largoheni sepse po bën lojën e anti-shqiptarve. Agron llaka së bashku me artistë të tjerë, Gjoja artist, për t'i qeshur. Largoheni sa më parë, se nuk duan Shqipërinë me kufi natyror. U ngrit edhe një drogist që është me agron llakët. Edhe ai kron të mësoj fjalorin. Ai di fjalorin e drogës, ai di fjalorin e hundës të marri erë. Po të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Erdhi koha që t'japin llogari hajdutët. T'japin llogari ata që kanë shfrytëzuar. T'ju japin llogari edhe ju do t'i beni gjyq popullor, po aty në Skënderbeu. Arestime do bëhen, dashur shqiptar. E njëherë po e paralajmëroj Spakun, e di mirë se çfarë po them. Kryetari që e mbaron me 20 dhjetor, filloje që nesër arestoje Ballukun. Arestoje Orgjend. Mos pyet, sepse ata e rrëzuan gjykatën. E rrëzuan zotnin, gjyktarin Erion Qela. Erioni është një nga Pogradeci, një gjyktar i denjtë, një gjyktar vërtet. Dhe bilem duhet t'i jepte akoma, ta jepte arestimin, jo ta lindte të lirë. Kurse ju talleni me shqiptarët. Dosjet tuaja janë gati. Fytyrat tuaja janë gati që ditën që ju keni hyrë dhe punoni në kushtetut. Ju jeni shkaktar. Ju e dini fare mirë se deputetët nuk kanë imunitet. Ka 3 vjet që është hequr. Po ju e përkëthyet vetë. E dini edhe ju SPAK, Byroja Kombëtare. Ndiqni Orgjend. Dosjet e këtyre një nga një, kush janë, dhe qumshin e nënës së tyre që kanë lindur, duhet ta thoni në publik. Sepse këta janë shkaktar që u kanë ndaluar. Po ashtu, u ndalonte edhe Kelepeja. Po Kelepeja, me një këmsja i Qequa, i dhanë 7 vota. S'kishin ku vinin me. A e pat dhe pyetjet që bënte Kelepeja, turpi botës. Turpi botës e quajnë veten jurist. Ato pyetje që i benin, pyetje qesharake.
Edhe një fëmijë ta marrësh nga klasa e parë, do bënte pyetjet më të forta. Por e dim kush janë. E dim kush janë. Por ata e kanë dhënë lejin. E kanë lënë Chelsea, ja kanë dhënë Spakut. Të dashur të Spakut, ju që jini gati 14 të mirë. Ata tjerë do arrestohen për demin që i kanë bërë, për që i kanë ndaluar arrestimet. Shpresën për 21 janarin. 21 janari zhbyll dosja për të gjyq. Shpresën ata e ndalojnë në Spak 5-6 veta. Si mundet të dalësh para Spakut dhe të shash me letër shtëpie, e pa parë në vend të botës? A here, ata janë pengesë. Kemi edhe pengesë brenda në Spak. Byroja kombëtare që jeni jurista dhe ekonomista, të filloni që sonte, unë e di që keni filluar, po urgjent dosjet e këtyre të gjykatës të kushtetutës. Është për të falënderuar ata 3 veta, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ta janë vërtet gjyqtar. Ta janë gjyqtar. Këta nuk e ullë autoritetin e gjyqtarit, Qela. Sepse Qela i hoqi pasaportën. A s'ka kuvete. Shikohe. E hoqi të mos vinte të prishte provat. Por prap, për late flitet dhe për televizor do prish punën. S'ka prona të prishura dashur shqiptar. Janë të gjitha në dosjet. Të gjitha të fotografuara, të gjithë tunelet që si kanë vënë hekur, po e kanë lënë me cimento. Le të tregojmë realitetin, çfarë ndodhi me tunenin e Vlorës që nuk u hap për shumë ditë. Kush u vra? Të gjitha dihen dallaveret që i kanë bërë tokës shqiptare. Dhe si ardh Kamir Edi Ramës, thotë, to erdh kanë me patlake, akoma me gjuhën e lashtë. Po, kur të vinë me hekura në dorë, këto ditë, kur të vinë me hekura në dorë dhe të heqën zvarë që nga kryeministria dhe deri në burgu. Pastaj, kur të shkosh urgjent në aeroport e të mbrish në New York, ti shosh si janë burget e Amerikës. Jo vetëm ti, po është një numër i madh. Shumë shpejt do dalën emrat e non-gradave të reja. Pra ka ardhur koha dashur shqiptar, ka ardhur koha e shqiptarizmit dhe ka ardhur koha e vdekjes të tradhtarëve, të shqipfolësve, të hajdutëve, të kriminalëve. Të dashur shqiptar, kur them shqiptar, them që në krahinën e Kosovës, të Maqedonisë të Aleksandrit ton, të Malit të Zi, të princave, të patriotëve, dhe të tokën të djegur të Çamërisë, do bashkohet shumë shpejt. Por e kanë ndaluar fytyrat e këtyre. Këta kanë coptuar Shqipërinë, këta menduan se ne e lam litarin lëshuar që më 92-shin, do me thënë në 10-ën, po e zë 92-shin që dite që ka marrë Sali Berisha, e lëshuam litarin në përkem, por nuk e kuptuan se litari filloi që nga kemët duke rrethuar dhe u ka ngelur vetëm funda e syt. U ka vajtur unë grykë. Për demin që i kanë bërë kombit, për fëmijët që i lanë pa shkollë, për niprat e stënipat që janë larguar për të detit, që qajnë natë e ditë me lotë, që shërbejnë si slevë dhe i përdorën pasaportën e shqiptarëve e hedhën, francezë, armik tonë shekullor. Të dashur shqiptar,
hapet propaganda se Pilinçi mban barigar se ka frikë. Po a pastroj të dashur shqiptar, Pilinçi s'ka frikë pe mizave të kalit të Shqipërisë, e këtyre rrugaçërisë. Ta i kam njohur ku kam qenë me kem lidhur dhe me dorë lidhur. Këta janë rrugaç, këta janë frikacak, hajduti dhe krimineli që të vret mbrapa kurrizit është shumë frikacak. Po Pilinçi ka armiq shekullor. E them hapur, ka armiq Francën, ka armiq Serbët, ka armiq politikën grek, jo Arvanitas, ata janë shqiptarë tonë. Do bëhet shumë e bukur Shqipëria kur të bashkohet. Mendojnë që ta coptoni Shqipërinë që në shkumbin, po jo, ka shqiptarë, ka bijtë e patriotëve, që vinë në tokën e Shqipërisë për ta berë, jo për ta coptuar, që vinë në tokën e Shqipërisë për ta pasuruar, jo për ta varfëruar, që vinë në tokën e Shqipërisë që t'i gëzojnë hotelet, vilat, shqiptarët, e jo anti-shqiptarët. Vinë në tokën e Shqipërisë që të bëjnë shkollën, që të dalën brezat e rinj, nesër pas nesër që t'jenë deputet, senator, president, ushtarak, vinë të Shqipërisë. Për këtë kemi ardhur të dashur shqiptarë. Kemi ardhur për ju. Zgjoni nga gjumi, mos keni frikë, nga mizat e kalit. Se janë kurkushi, e hapën propagandën në për kafenet, në për rrugët, kudo, që ne kemi paran, ne kemi forcën. Këta të dashur shqiptar janë karta energjike. Këta janë për kartoni. Këta janë hajdut. Këta nuk janë politikanë. Që thonë jemi politikanë, e flasëm qatë duam. Të flasë një qatë duash, të dalësh para spakut e të lamatiq me letrë shtëpije, të dalësh në parlament, në atë kuvend që shkruhet kuvendi, e të lamatiqë si duash, edhe del në kafene dhe pushtohesh me njeri tjetrin, mbrapa, të dalësh aty e të gënjesh për avukatin e popullit, dhe të zgjedhësh personat që i ka suportuar Gjoç Sorro, që Gjoç Sorro nuk do ekzistoje, nuk po vjen me i biri ti, sepse ka shqiptar këtu me. Janë gjallë shqiptar, greun shqiptar, që i kini ju të gjitha. Çdo gjë që kam thënë është realiteti. Ka pallate, apartamente bosh, ju do t'i kini gratis. Sepse stërgjyshët tuaj, gjyshët tuaj, babalarë tuaj, kanë punuar si slep 82 vjetë. Mos shkoj pak më lartë. Ky është plani të dashur shqiptar, shkurt po e them. Ky plan është bërë që me 22-shin, që kur ka ardhur ambasadori i parë në tokën e Shqipërisë. Është bërë plan, pa marrësi se luftën e dytë do ndryshonte, por nuk ndryshoi, sepse firma e Churchillit, e kryeministrit ingles, dhe firma e Stalinit e shkëputën, e coptuan Shqipërinë. Nuk u ngopën me 17, 18, me gjitha, nuk u ngopën që e coptuan Shqipërinë. Po përsëri e bën fela. Dhe përsëri kishë ndërmend ta coptonin Shqipërinë me atë kushtetut që e kanë këta, me atë kushtetut që është bërë në Serbi, dhe është 100% u realizua nga këta, për t'i coptuar shqiptarë. Po jo, toka jonë është toka e shqiptarëve. Ky flamur të dashur shqiptar, së bashku me flamur amerikan, do jeti kryqëzuar me çdo kodër, me çdo mal, me çdo fush, me çdo shtëpi, me çdo qati. Ky flamur do t'jetë. Është të dashur shqiptar. Amerika është këtu në Shqipëri. Dhe Shqipëria do të bëhet me kufin natyror. E pa frikë them, Evropa do bëhet fije. E njëherë,
ashtu si që ikin englezët, do ikin shumë shpejt italianët, do shkëputet Gjermania përsëri, jo. Shqiptarët e kanë krijuar botën, e kanë financuar botën, dhe një gjë po a them armiqve tonë shekullor. Jeni të bindur se është shekulli 21. Ne shqiptarët i kemi kudo. Ne kemi 1 milion në Greqi. Ne kemi gati 1 milion e ca në Itali. Po si kemi në të gjithë Evropën. 400.000 kemi vetëm në tokën e bekuar të Amerikës. E ne kemi Chelsea. Ne po të duam. Me këtë kohë, ne jemi kalitrojës kudo. Tini të bindur. Shqiptarët din 4-5 gjuhë. Din të flasën. Në përter Evropën. Kanë zënë disa në punë të mirë. Kanë tregti. Paguajnë taks. Aman, rini urt. Rini urt, ju armiq qekullor. Se vdekja, hidhrimi, do të vinë në tokën tuaj, është me ditë. Janari do ndryshoj shumë. Kurse një janari Shqipëria duhet ndryshon të para 6 muaj, të ishte me president sot, me zgjedhur president direkt nga shqiptarët. Me 80 deputet të zgjedhur direkt nga shqiptarët. Shqiptarët, jo shqipfolësit. Të ishte me senator, 21 senator. Të mirë vilat. Dhe behari që të vinte, të ishte turizmi mi parë në botë. Se kemi vendin, kemi ujë, kemi male, kemi naftë, kemi gas. Qas kemi ne, Flori, është toke shqiptarë. Por, kemi patur shqipfolësit. 82 vjetë, shqipfolësit e coptuan Shqipërinë. E bën më shumë se një armik. Të dashur shqiptar, e keni patur armikun në parlament, e keni patur armikun në qeveri. Shëgoj qa bëjt. Të dashur të spakut, atë dollar që e mirëni, këto dit, rini krenar, dosjet janë të përfunduara, fletët e arestimit janë gati, nisuni, arestoni sa më parë Ballukun, dhe si Balluku ke 10 të tjerë brenda në qeverinë e sotshme, po ashtu që s'ke filluar akoma të quajtur PD, që janë të dyja njësoj, që s'ke arestuar asnjë deri më sot, fillo. Është një numër i madh, ish ministrat e PD-s, ish deputetet e PD-s, që kanë vjedhur, kanë bërë vila, kanë bërë tregtie në Amerikë që janë blokuar, pra të dashur shqiptar. E janë pra. E janë nuk u kërkojmë, e janë u kërkojmë të zini vendin, t'i heqëm me njanë plirat, të pastrojmë Shqipërinë, të pastrojmë rrugët me aqit, të pastrojmë palatet me aqit, të pastrojmë kryeministrin, komitetin qendror, aty ku janë ata pisa të parlamentit, aty ku janë ata të gjykatës, kushtetutës, aty të bëhen muze për krimet që kanë bërë 80 vjetë, që në Skënderbeu të bëhet me mermer, me mira vjetë të shkruajnë emrat e patriotëve, dhe të hiqen rrugaqët janë në për Tiranë, që nuk janë shqiptarë, po gjoja të quajtur partizan, vojo kush me shok, që nuk janë shqiptarë, po janë sërbë, janë të huaj, të mbushëm rrugën me patriota, me ata që luftuan me Skënderbeun, me ata që ka luftuar 400-500 vjetë, që vërtet jemi thyer, po kurrizi nuk kemi këthyer, si qua kemi këthyer këtyre mizave të kalit. Natë e mirë dashur shqiptar, rini të qetë, shkruani si të keni të qetë, por
E njëherë u them, a e doni Shqipërinë me kushtetut amerikane, me president? Përgjigjen unë e di që janë përgjigje nga ju, pozitive, jo negative. Janë disa që shkruajnë me kokra 3 veta që i ndrojnë emrat, ne i dim cilit janë, ne i dim si paguen, pra të dashur shqiptar erdhi fundi, edhe që e zgjuar tha avokatin e popullit, ai nuk do t'jetë aty, do ketë të tjerë njerëz, të tjerë intelektual, i ku puna e Soros edhe Sorolopos. Natë e mirë dhe dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6.